Unë jam Blerina dhe kjo është Blokonomi. Vazhdojmë si para të podcasteve me sipërmarrësit tanë të nominuar, jo vetëm në iniciativën 40 në 40, por dhe në iniciativën tonë, e cila është Albanian Global Venture Story, iniciativë e cila shkon përtej kufive fizik apo përtej kufive të rajonit. Shkojmë aty ku janë shqiptarët sipërmarrës, të cilët janë duke dhënë kontributin e tyre në shtetin në të cilin janë duke vendosur apo në cilin do territor të globit ku ofrojnë shërbimet dhe produktet e tyre. Sot unë kam kënaqësinë të kem një tjetër të nominuar, e cila është Elona Lopari, themeluese e The Life School. Kemi shkuar përtej oqeanit, do të themi. Elona është e vendosur në New York. Se çfarë bën Elona, se kush është, se kush janë klientët e saj, se si e ka nisur rrugtimin e saj në sipërmarrje, sot do flasim me Elonën për të mësuar më shumë për të. Elonë, përshëndetje dhe faleminderit që na u bashkove sot në podcast. Blerina, faleminderit ju për ftesën dhe ju përgëzoj shumë për misionin e Blokonomi. Është vërtet një mision shumë i rëndësishëm dhe diçka që vërtet ka nevojë, sidomos jo vetëm për shqiptarë që jetojnë atje, por edhe për ne që jemi shpërndar globalisht rreth botës. Kënaqësia e gjitha jona, Elon, dhe sidomos për ju ne kemi nevojë të dimë më shumë se si ka nisur rrugtimi juaj në biznes. Ka qenë gjithmonë Elona një sipërmarrëse që nga dita zero, kur ti ke shkelur në New York apo në cilin do shtet që ke vendosur të operosh. Pra, ka qenë dikur Elona një staf, një individ i cili ka punuar 9-5, apo Elona u zgjua një mëngjes dhe tha, një sekond, përfundova studimet e mia, unë do bëhem sipërmarrëse. Jo, nuk e kam guxuar këtë, kam ndjekur programimin kulturor, të shkoj në shkollë, të përgatitem për një punë profesionale, të heci në karrierë, të ndjek ëndrrën amerikane. Kam ardhur në New York që 15 vjeç, patjetër me ato vështirësitë e fillimit të prindërve të mi, sepse nuk është e lehtë për askënd që do të ndërtoj një jetë të një vend të ri. Kam qenë më e madhja e motrës dhe vllajt, kështu që besoj jam pjekur para kohe, por për të përgjigjur pyetjes tënde, jo, bëra një të gjë, mora shkollimin në menaxhim biznesi dhe financë, që në fakt është njëjta fushë që unë operoj dhe është rastësi këtu në New York që unë kam jetuar shumë vite, që të bësh atë gjë që ti ke shkuar në shkollë. Për të paktën kjo intuita që atëherë më thoshte që ka diçka për mua në këtë fushë, sepse më pëlqente gjithmonë. Pastaj ndoqa këto shkallët e korporatës këtu në New York, patjetër ka kompani të mëdha dhe kërkojnë gjithmonë njerëz që duan të ecin, njerëz që janë ambicioz, njerëz që kërkojnë që të jenë të dedikuar, të disiplinuar. Meritokracia është gjë shumë e theksuar këtu dhe unë atë gjë bëra, punova për një Fortune 500 quhet këtu, një kompani në fushën e dyqaneve për 13 vite. Patjetër nuk e kam menduar që do ikë ndonjëherë nga ajo kompani, sepse çdo 2 vite unë promovohesha në pozicione të larta dhe kompania ishte në rritje, që sot e kuptoj që është në fakt të jesh në vendin e duhur, në momentin e duhur, sepse mund të jesh edhe një person që ka shumë aftësi, por mbase je në një vend që nuk njihet apo nuk ka dhe oportunitete. Kështu që unë i kam thënë gjithmonë vetes faleminderit për çdo gjë që më ka arritur, më ka ardhur në rrugën time. Sepse më ka ndikuar karakterin dhe personin që jam sot. Kompania u blej nga një kompani tjetër, mas 13 vitesh fillova të ndjeja një nevojë për të bërë diçka të re, sepse i kisha mësuar atë gjë që isha aty. Jam gjithmonë një person që duaj që të zhvillohem, të bëj gjë në re, sepse mërzitem shpejt. Dhe ndërkohë gjatë eksperiencës i ndërton dhe shumë aftësi dhe gjërat bëhen dhe më të lehta. Kështu që kështu erdhi dhe kjo ideja për sipërmarrjen, sepse kompania u blej nga një kompani tjetër, nuk ishte në të ardhme siç unë e doja, nuk përkonte më në vizionin se çfarë doja unë në jetën time, kisha më shumë liri të provoja veten në diçka të re, nuk doja të shkoja të punoja për dikë tjetër përsëri sepse më dukej gjë e bërë. Kështu që kështu fillova sipërmarrjen time, hap pas hapi, me ato hapet e vegjël në fillim, duke punuar akoma për 2 vite, sepse sipërmarrja do goxha energji të ndërtohet. Dhe kur mendova që ishte koha ime e vlefshme, do ishte më mirë në sipërmarrjen time se sa aty ku isha, pastaj bëra këtë hapin për të futur 100% në gjën time dhe kështu kam 5 vite që jam themeloj shkollën e jetës dhe eci me një mision dhe vizion çdo ditë duke ndërtuar dhe kam kuptuar që është vërtet një rrugtim që mua më përkon shumë, sepse jam një person që gjithmonë kërkon të gjej zgjidhje inovative për problemet që tek unë hasin ose shoh tek shoqëria më gjerë.
E lëm të merr ndonjëherë malli për atë 9 me 5 apo 9 me 6, në cili do ka qenë orari. Do të jesh një person i cili zgjohesh në mëngjes, shkon mbaron ato taske daily task nëse mund ta quajmë për pozicionin që ti mban dhe mbasditja është free mind. Nuk është se ti shkon në shtëpi bashkë me problemet edhe me të gjitha zgjidhjet e nevojshme që do duhet të japësh për ditën e nesërme. Se jam shumë e sigurt që rruga e sipërmarrjes nuk është se i ka këto 9 me 5. Do ti zgjohesh dhe fle me problemin dhe me zgjidhjen bashkë. Më pëlqen shumë pyetja jote dhe unë mendoj që ne jemi njerëz që kemi të gjithë uljet e ngritjet tona. Ka pas patjetër momente kur fruti punës time ka marrë sukseset e përshtatshme dhe unë kam thënë, ok, kjo është gjëja ime, nuk shkoj asnjëherë më mbrapsh, por ka pas dhe momente, sidomos në fillimet e mia kur mbase nuk dija çfarë nuk dija, nuk merrja vendimet e duhura, përpiqesha për të bërë tentativa, por nuk u ecnin gjëra, domethënë ka pas momente kur kam qenë e lodhur dhe fizikisht dhe mendërisht dhe shpirtërisht, edhe zgjidhja më e lehtë ndonjëherë duket sikur dikush të më paguaj, të shkoj mos e vras më mendjen për çdo gjë dhe të bëj atë gjën që shoqëria e ka pak më shumë të sigurt, le të themi. Kështu që un kam kaluar në shumë luhatje dhe momente, por ato kanë qenë vetëm ato momente kritike 2 vitet e para, por mbas kësaj ti ndërton reziliencë, ndërton një karakter të ri. Kupton, domethënë ti e ngjit veten me këtë gjë e re që po bën, kështu që të duket sikur nuk mund të shkosh më mbrapsht edhe po të duash ti. Por du ta kalosh ato 2 vitet e para, mendoj unë, prandaj ato janë shumë kritike sepse është një tranzicion i ri dhe ti gjithmonë kur ke vështirësi do të shkosh te comfort zone, te zona e komfortit, sa të e njeh. Por po e hodhe këtë hap, pastaj të duket që okay, nuk kam më nevojë për këtë sepse ti shikon suksesin dhe frutin e punës që ti po dedikohesh çdo ditë. Mua më pëlqen lehtësia me të cilën ti e tregon rrugtimin tënd. Jam shumë e sigurt që ti mund ta kesh përsëritur disa herë, ndoshta edhe në takimet që mban me klientët e tu. Edhe për këto që dëgjon për herë të parë historinë tënde, mendoj që ka qenë një vije drejtë e lartë, bazuar në atë që ke dashur ti të krijosh për mënyrën se si duan të të shohin klientët e tu. Por jam shumë e sigurt që ka pasur ups and down plot të tilla që ndoshta jo të gjithë mund t'i kuptojnë me bisedat e para. Ka ndonjë gabim që ti e ke bërë në këto 5 vite rrugtim si sipërmarrëse? Ndonjë gabim që shiko po ti ktheheshe pas kohës, mund të kishe vepruar ndryshe? Patjetër, unë mendoj që gabim nuk ka gabime, unë mendoj kam një qasje tjetër në mënyrën e mentalitetit ose psikologjisë, sepse psikologjia duhet të jetë shumë e fortë në biznes, sepse nga ajo e marrin gjithë vendimet. Kam një qasje të ndryshme, ose të faktën çfarë më ka mësuar mua shkolla ime jetës gjatë këtij rrugtimi është të çdo ditë të njoh veten time më mirë dhe t'ja di vlerën vetes dhe të vendos kufi të fortë rreth meja. Sepse jo gjithmonë kam qenë aq ky person që jam tani, dhe mbase kam thënë po tek njerëz që mbase nuk ka ecur mirë gjëja, ose kam thënë po duke u munduar të bëj të njëjtën gjë sepse nuk doja që të dorëzohesha për diçka që në fakt duhet të dorëzohesh dhe të marrësh një drejtim tjetër, se jam lodhur më shumë në mënyrën energjike, çfarë kam futur një projekti ose një diçkaje, sepse kam qenë e lidhur emocionalisht dhe nuk kam marrë vendime të ftohta. Me eksperiencë ti mëson se ti jesh edhe shumë më e prerë në vendimet që ti merr. Kështu që nëse do kishe diçka që unë tani them, ok, këtë mund ta bëja më mirë, se ne gjithmonë jemi njerëz që mundohemi për më mirë çdo ditë, mundohemi të marrim vendime me aq kapacitet që mund të kemi ose vetëdijshmëri, të jem më e fortë në kufit që vendos, të jem më e fortë në vetbesimin në çfarë unë ofroj, rezultateve që jap, problemeve që zgjidh, dhe të zgjedh njerëzit më me intuit dhe me cilësi. Kjo është ajo që kam kuptuar gjatë rrugtimit tim. Ke marrë ti Elon jo në këtë rrugtim? Apo ka qenë gjithmonë po në çfarë do lloj pyetje që ti ke bërë në partner në biznes, në klient, apo edhe në një këshill që të është dashur si jashtëmi? Unë ajo çdo ditë, por e kam ndërtuar mjaftueshëm, siç thash, rezistencë emocionale, që joja të jetë të di se si të marr kohën time për të pritur edhe për të patur durim edhe në kohën e përshtatshme. Sepse mbase në fillim kam qenë pak më e pamatur dhe kur merrja no, i merrja shumë në mënyrë në lidhje me egon time, sikur që një no personale,
por sot kam kuptuar që joja është sepse nuk është momenti i duhur dhe unë asnjëherë nuk them jo përfundimisht, jeta më ka mësuar që kur mos thuaj kur, mbase është jo tani, por unë vlerësoj marrëdhënien njerëzore, kështu që dua të jem aty për njerëzit kur ata të jenë gati, të bëj atë që unë mundem të bëj. Pastaj pjesa tjetër gjithmonë duhen dy veta që të kërcejnë një tango. Kështu kam mësuar që të lëshoj shumë gjëra që s'kan lidhje me mua dhe unë nuk mund t'i kontrolloj, në këtë mënyrë që të mbaj energjinë time dhe rezistencën time dhe të eci me entuziazmin që duhet në sipërmarrje, sepse entuziazmi është gjëja më e rëndësishme që ke për të çuar përsëri një ditë të re dhe për të çuar përpara gjërat e duhura. Por joja është kudo. Por po ta kuptosh pak më thellë edhe mos e marrësh personalisht, është gjithmonë sepse nuk është momenti i duhur dhe unë kam mësuar me zgjuarsi dhe me maturi gjatë rrugtimit tim që të di se ku të shkoj mbrapsht disa hapa derisa të jetë momenti i duhur për diçka. Shumë e rëndësishme. Kjo po do një pjekuri profesionale dhe emocionale që është një nga ato gjëra siç mësohet sipërmarrja. Ndonjëherë learning by doing. Ti do mësosh, do tentosh të vetë rregullosh veten gjatë kohës. Ka qenë Elona vetëm në këtë rrugtim? Ke pasur ti një partner në biznes apo edhe ajo që ne e quajmë mentor në kohët moderne, pra një person i cili në momentet e caktuara të ka iluminuar për të orientuar drejt sipërmarrjes apo edhe drejt formës se si ti je rritur në biznes? Jo, asnjëherë nuk jam vetëm, unë nuk besoj që njeriu duhet të jetë vetëm. Unë jam një person që vlerëson eksperiencat e njerëzve të tjerë, prandaj dhe fushën që jam e besoj këtë punë që bëj, sepse ne kemi vetëm një njohuri të caktuar në bazë të backgroundit ton, por ka njerëz në botë që kanë atë gjë që ne duam, kështu që është gjë e zgjuar që të mësosh nga çdo kush. Unë kam investuar parafund në mentorë të ndryshëm në faza të ndryshme të zhvillimit tim, qoftë personal, qoftë edhe në sipërmarrjen time, por patjetër kam pasur mbështetjen e bashkëshortit në anën personale. Mbështetje emocionale, mbështetje edhe financiare në disa momente të rrugtimit tim, kur gjërat nuk kishin atë konsistencën që të gjithë vuajnë në sipërmarrje. Por pjesa tjetër është kam mësuar një gjë tjetër si të investoj tek vetja ime dhe tek njohurit e mia dhe tek njerëzit e duhur. Asgjë nuk bëhet vetëm, në sipërmarrje gjithmonë është një grup njerëzish dhe individësh që të ndihmojnë dhe ti nuk mund të rritesh asnjëherë nëse në sipërmarrje ti vetëm do të jesh e vetme në çdo gjë, sepse ndryshe ke gjithmonë do të lidhesh në sipërmarrjen tënde dhe asnjëherë s'do kesh atë lirinë që gjithë ne duam në sipërmarrje, që financiare, që kohore, që fizike, në gjitha aspektet. Është e vërtet. Do doja që të kthehemi pak më shumë biznesit, për këtë do që dëgjon Elonën për herë të parë. Çfarë ofron The Life School, shërbime, produkte, tregu, nëse mund të ndash pak më shumë me ne? Po, unë ofroj konsulencën dhe menaxhimin e biznesit në gjitha fazat e biznesit, nga startupi deri në $10 milion në shitje, ku unë punoj me themelet kryesore të branding, të marketingut, proceset e shitjeve dhe sistemeve dhe të skuadrës, të shtimit të skuadrës. Punoj gjithmonë në themele, sepse nga eksperjenca ime kam parë që gjithmonë ka themele që duhet që të ndërtosh një bazë të saktuar. Dhe dy probleme kryesore që kam kuptuar gjithmonë nga rrugtimi dhe eksperjenca ime me klientë shumët është që biznesi kërkon qëndrueshmëri në të ardhurat, konsistencë në shitje dhe kërkon pastaj pjesën e rritjes përtej pronarit dhe përtej sistemeve që janë ndërtuar në biznes. Dhe duhet punuar me zgjuarsi, duke zgjidhur problemin e duhur në fazën e duhur, sepse nëse nuk bëhet kjo, atëherë biznesi ka risk të falimentojë. Nëse do ktheheshim pak tek njerëzit me të cilën ti zgjedh të punosh. Ka ndonjë kriter që është i panegociueshëm me të cilën ti bazohesh për të zgjedhur njerëzit me të cilën ti vendos të punosh? Karakteri, vlerat. Unë zgjedh vetëm vlerat e njerëzve, nëse vlerat e tyre përkojnë me të mijat, dhe nëse përkojnë me vizionin, nëse janë njerëz që duan të zhvillohen, të kontribojnë për te vetes së tyre, zakonisht këto janë dy vlerat kryesore që kanë rëndësi për mua, dhe pastaj integriteti. Por është shumë e vërtet. Dhe nëse ne folëm pak për mentorët më herët, pra nëse ti ke pasur në rrugtim mentor, nëse ti do ishe mentorja e dikujt edhe dikush do të pyeste Elon për të nisur një biznes apo një startup në të njëjtën fushë që e ke nisur ti, pavarësisht tregut në cilin do operoj,
Cili është pak a shumë kapitali fillestar ose çfarë duhet të di ky i ri që nëse futesh në këtë industrinë, këto janë 1, 2 apo 3 gjëra që duhet i ketë parasysh apo duhet jetë gati që i pret në treg në momentin që ai vendos të regjistrohet apo të operojë si biznes. Po, shumë e thjeshtë gjithmonë, është varet nga modeli biznesi që duhet të ndjekësh, duhet të studiosh tregun që do të ndihmosh, edhe të kesh patjetër mesazhin e qartë të marketingut, çfarë është problemi kryesor që zgjidh, rezultatet që jep në treg. Duke pasur qartësinë e këtyre të trejave, pastaj ti e di nëse ja vlen të në çdo fushë që ti do të operosh, sa do duhet që ti investosh, dhe cilat pastaj do jenë kanalet e marketingut që duhet të zgjedhësh në mënyrë që ti të kesh shitje konstante. Por pa studiuar një treg të caktuar dhe një model biznesi të caktuar, atëherë je duke u futur verbërisht në diçka dhe patjetër dhe kostot vijnë shumë të larta. Duhet qartësuar këto të treja dhe unë zakonisht këtu filloj me gjithë sipërmarrësit, qartësimi i modelit të biznesit, të tregut dhe të mesazhit të marketingut. Këto janë themelet. Kur këto qartësohen, pastaj bëhet shumë e thjeshtë se cilat janë pastaj kanalet e marketingut që duhet të sjellim me pagesë, falas, ka shumë mënyra sot për të marketuar, por edhe ajo duhet të bëhet me strategji, sepse duhet të dish se ku janë njerëzit ose tregu që ti do të ndihmosh. Kështu që këtu do të filloja me çdo person. Kur thua që ti operon në tregun amerikan, gjithë secilit mund t'i shkojë në mendje sa e lehtë apo e vështirë është të operosh në këtë si treg. Por unë po lexoja për shkrimin që ne kemi bërë promovimin tënd në kanalet tona të komunikimit dhe klientët e tu janë nga e gjithë Europa apo Amerika apo edhe në vende të ndryshme. Ka ndonjë nga këto, nuk do doja të përdoja fjalën klient apo ku e shikon më të lehtë bërit biznes, o cili është ai tipologji klienti i cili shkon shumë për shtat mënyrës se si ti operon apo se si ti ke ato indikatorët apo checkboxet për të zgjedhur, le të themi, klientin apo mënyrën më të lehtë për të operuar. Klienti edukuar, patjetër. Klienti edukuar që e di vlerën e punës tënde, që kërkon të di se si të marrë mendimet e duhura, klienti që është ekspozuar në shumë gjëra të ndryshme dhe i ka mendësinë që çdo gjë është një investim, dhe ata dinë shumë mirë se si të kursejnë kohën e tyre dhe paratë e tyre. Është shumë e vërtet. E nëse do të kthehemi Elonës dhe 5 vjeçarit tënd të ardhshëm, ka ndonjë plan të qartë për 5 vjeçarin tënd të ardhshëm, përveç se faktit që ajo që është e përditshme apo e përmuajshme për një biznes që të ketë sellin shumë të mirë dhe klient po ashtu, a ka ndonjë diversifikim portofoli në sirtarin tënd apo të do qëndrosh në atë që di të bësh më mirë me life schooling? Po, unë jam po ndërtoj portofolin e bizneseve të ndryshme. Shkolla jetës do jetë një nga ombrellat e mëdha që unë do të ndërtoj. Dhe nën këtë ombrellë, patjetër do vendos shumë shërbime të ndryshme që kanë lidhje gjithmonë me biznesin dhe me sipërmarrjen. Ky është vizioni im i afatgjatë. Do doja ta mbyllem me një pyetje e cila lidhet me figurën tënde si person apo edhe si sipërmarrës. Dua të të kthej në 18-tat e tua. Nëse do kishe Elonën 18 vjeç përballë dhe ti e njeh shumë mirë rrugtimin tënd, si kanë kaluar gjërat, peripecit, besimet, mosbesimet apo edhe lesson learned në këtë rrugtim. Ka ndonjë gjë që do i thoshe Elonës 18 vjeç? Të kishte një të këshilli jap vetes dhe të njëjtën gjë punoj me veten në mënyrë që të besoj tek çfarë intuita ime më thot, dhe të jem gjithmonë duke mësuar. Çdo ditë unë jam studenti i jetës, çdo ditë mësoj nga të gjithë dhe nga çdo gjë, dhe mundohem të marr vendime më të mira duke rritur vetëdijshmërinë dhe çfarë unë shikoj përtej le të themi limiteve ose rrethanave të ndryshme. Elon, shumë faleminderit për mesazhet dhe për kohën që na dedikove. Ishte kënaqësi për mua mbi të gjitha. Kënaqësi është e gjithë e imja, faleminderit për një bisedë shumë të këndshme dhe për më shumë shpresoj të kesh shtuar vlerë tek njerëzit që do e dëgjojnë. Kam besimin që po. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Vazhdo shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20:30. Nga Blerina, natën e mirë.